çështja e zgjedhjes së presidentit. Andaj, të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm, më lejoni disa fjalë rreth kësaj çështje, për të cilën tashmë nuk kanë mbetur edhe shumë ditë. Pas formimit të qeverisë, kemi filluar angazhimin intensiv për këtë proces, duke pasur parasysh kohën e shkurtër që kemi në dispozicion, por gjithmonë pa harruar faktin thelbësor se për zgjedhjen e presidentit nevojiten 80 vota në kuvend. Kam qenë plotësisht i vetëdijshëm se lëvizja vetëvendosje e vetme nuk i ka 80 vota. Për këtë arsye, menjëherë kam vendosur kontakte me liderët e dy partive më të mëdha opozitare, me qëllim që të diskutojmë për mënyrat e tejkalimit të kësaj sfide në mënyrë institucionale dhe të përgjegjshme. Takimet kanë qenë konstruktive dhe fillimisht ka qenë një pajtueshmëri se vendi ka nevojë për një figurë unifikuese. Një figurë e tillë pa diskutueshme për të gjithë, sigurisht do të ishte një kandidat nga familja emblematike Jashari. Bindja ime ka qenë dhe vazhdon të mbetet se një figurë e profesor e personalitet si Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithpartijake, do të ishte nder për Republikën, stabilitet për institucionin dhe siguri për kombin. Rrethonat gjeopolitike nga lufta në Ukrainë, konflikti SBA-Iran dhe tensionit lindjen e afërt e të mesme, si dhe kërcënimet e sulmet e njëpasnjëshme nga Serbia, përfshir agresionin terrorist në Banjë, sulmin kinetik në kanalin Iber-Lepens dhe kërcënimet e përditshme nga fqinji ynë verior, kërkoj një moment reflektimi dhe një figurë e cila i bën ballë shtrëngatave me të cilat mund të përballet vendi ynë. Në kohë të vështira, ne gjithmonë, siç e dini të gjithë ju, kemi gjetur mbështetje dhe frymëzim te familja Jashari, ashtu siç gjetëm kohën e luftës nën udhëheqjen e kryekomandantit Adem Jashari. Prandaj edhe sot zgjedhja e një figure si Murat Jashari do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Pra, ky do të ishte dhe vazhdon të mbetet rasti ideal. Me gjithë këto, pas takimit të dytë që pata me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën, më është kumtuar nga një qëndrim i kryesisë së tyre se ata tashmë konsiderojnë se presidenti nga java e ardhshme duhet të vijë nga PDK-ja. Nisur nga ky qëndrim, unë mendoj se kandidati mund të vijë nga cili do subjekt, qoftë nga PDK-ja, nga LDK-ja, apo lëvizja vetëvendosje. Por në fund, zgjedhjen për president nuk i garanton përkatësia partijake, por vota në kuvend. Nëse nuk arrijmë të gjejmë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e së paku 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura është që secili subjekt të propozoj kandidatin e vet partijak dhe të gjithë të nënshtrohen garës brenda kuvendit. Këtë e parasheh edhe kushtetuta, e cila garanton një proces demokratik ku së paku 2 kandidat i nënshtrohen një gare të drejtë me quorum të siguruar, duke shmangur nevojën për zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fund do të fitoj ai ose ajo që arrin të marrë mbështetjen e deputetëve në cilin do nga 3 raundet, ashtu siç e kërkon kushtetuta në procedurën e saj. Nesër do të takoj edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, ku do të diskutojmë edhe me të rreth këtij procesi. Mirëpo, ne kemi qëndrimin që nëse subjektet pajtohen që ky të jetë rrugtimi, pra gare e hapur ku secili subjekt ka kandidatin apo kandidatën për president, atëherë edhe ne pajtohemi me këtë çështje dhe lëvizja vetëvendosje do ta ketë kandidatin e saj për president. Si kryetar, jam duke u angazhuar maksimalisht që ta tejkalojmë këtë proces në mënyrë të suksesshme dhe që vendit mos shkojnë zgjedhje të reja.